Nuk ka kënaqësi më të madhe se kur vjen fshat, shikon një ekonomi të zhvilluar dhe shikon të rinj që vazhdojnë në rrim në fshat për ta ndërtuar jetën. Por si mund ta ndërtosh jetën një njerëz si ty në fshat në këto kushte? Si e ndërton ti jetën? Ke ferm, ke aktivitet? Po, paka shumë emigracion kemi qenë, po jemi kthyer. Unë kam qenë për vete 4 vite në Gjermani dhe jam kthyer sepse nuk e shifja dhe andej si zgjidhje për veten time. Nuk ndihesha mirë, ndihem më mirë në vendin tim. Edhe të ardhurat e mia që fitoja andej kam investuar në vendin tim, te shtëpia ime, te toka ime edhe. Pra kultivon tokën, a? Po tokën po aq sa kemi, se me pak nuk është se kemi shumë, po nuk e kultivojmë. Pemtore çfarë bëni? Pemtore, misër, grur. Po misër grur ju mund serbi juve për atë? Po e di, po çfarë bëjmë? Ju në serbi e ka bërë serbi me 200 lekë ato që? A ju del fitim ju me misër grur? Po qa grur? fitimi, po aq sa mos me lën kot. Baktia, mban do ti ma? Bakti, shumë pak nuk. Se kam dëgjuar që i keni prerë baktit mes në kuptimin i keni shkurtuar kull ato? Janë shkurtuar shumë. Ne do t'ju japim 5.000 euro. Çdo djali dhe vajze, çdo burri dhe gruaja që janë në emigracion dhe që duan të hapin shtëpinë e vjetër të gjyshit të babës për ta kthyer në i bujtin. Për ta kthyer në i bujtin, për të ndërtuar një agroturizëm me produktet e zonës dhe për të fituar çdo muaj më shumë se sa fitojnë me punën për dikë tjetër atje në emigracion. Po, si ta kthejmë në rast se s'kemi kushtet në fjalë, se neve duam rrugën, që shkoj rruga aty që ne ndërtojmë. Po, nëse nuk çon as inerte do ti atje. Çfarë do bëjmë? Që të çosh inerte nga rruga e vjetër, sa duhet ta paguash atë makinën? Tash ja ta që punojnë taksi për shembull, që shkojmë neve Vërdava ne duan 20.000 lekë. Për të rënë nga Quksi? Po, është normal se është rruga keqe, ka kosto. Është larg. Sa afër dhe sa larg fshati? Se mira ne gjithë jemi kthyer për shembull, se emigracion kemi qenë. Edhe kemi ardhur me shpresën që të kthehemi në fshat në vendin ton, vendin e linjes, të bëjmë diçka, të rrim këtu, pse të ikim. Ashtu është. Apo në rast se s'na jepet mundësia, se me këto kushtet nuk mund të bëjmë asgjë, kupton. E kuptoj. Ka marrë votër, ka marrë taksat dhe asgjë s'ka bërë. Asgjë s'ka bërë për fshatin tonë? Çka ka bërë? Asgjë. Ka 13 vjet sa rri aty, asgjë s'ka bërë fshati. Dhe i lopadhe nuk e ka hu. Po mirë, për këtë asfaltin këtu kur u bë ky asfalti? Ky copa. Asfalti bërë hu. Ai nuk është bërë tani ajo. Po bërë kohën e Salës, s'e bërë. Pra 13 vite këtu nuk është bërë. Asgjë fare s'e bërë fshati Gjyre. Asgjë. E dhimbshme. 2000 banorë asnjë gjë fare fare. Asgjë fare s'e bërë. Në fshatin Gjyre. Me një strategji të qartë për të ushtrirë nga qendra drejt periferisë dhe nga çdo periferi drejt njësive administrative. As rruga, as ura, as gjë fare. Në këtë s'na e tha askush që Vjen kryetari i bashkisë dhe filmon një tokë, një rrugë aty që ishte si dys, e nxjerr në televizor atë, kemi bërë rrugën. Ai nuk punoi as 2 orë në fshat. Është ajo prishur traktor, jo bërë kjo, jo bërë s'ka naft, jo këtë më. E kuptoj, është ajo rruga që kalon Qukës, ë? I nëriti çave iku. E kuptoj. Atëherë çfarë presim? Për këtyre.